Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi bashkë në edicionin qendror të lajmeve, këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Rama deklaron se kërkesa e SPAK për Belinda Ballukun u rrëzua pasi nuk plotësonte kushtet për të trajtuar. Debate me partnerët për integrimin nuk frenohet. Qeveria planifikon të ndërhyjë në tregun e karburanteve për të ruajtur stabilitetin e çmimeve. Vendimi vjen pas shtrëngimit të naftës nga lufta. Studia ligjore Kasovic publikon raportin e tretë për dosjen Velia. I procesi është me shkelje të rënda. SPAK pak merret ndaj kryebashkiakut të Tiranës. Vjojmë mëngjesisht me lajmet. Kryeministri Rama ka thënë se kërkesa e prokurorisë së posaçme për Belinda Ballukun u rrëzua pasi nuk përmbushte as kushtet minimale për të trajtuar. Rama pranoi se për këtë çështje ka patur debate me disa nga partnerët ndërkombëtar, por sipas tij ato ishin konstruktive dhe nuk do të ndikojnë as pak në frenimin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Një ditë pasi Partia Socialiste votoi kundër kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e ish-numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku, kryeministri Rama doli para gazetarëve për të shpjeguar qëndrimin e majorancës qeverisë. Edhe një herë Rama përsëriti se kërkesa e prokurorisë posaçme nuk plotësonte kushtet që parlamenti të hiqte imunitetin e ish-zëvendës kryeministres. Kërkesa e prokurorisë nuk i përmbushte as kushtet minimale për të marrë në konsiderat. Gjatë komunikimit me gazetarët, kryeministri Rama pranoi se ky vendim është shoqëruar me diskutime me partnerët ndërkombëtar. Është e vërtetë që ne kemi pasur debat me disa nga partnerët tanë lidhur me qasjen ndaj kësaj çështje dhe duhet të them që përtej mënyrës se si janë pikturuar në karikaturat e pazarit politik dhe mediatik, diskutimet tona kanë qenë absolutisht konstruktive, nuk ka pasur absolutisht asgjë, jo si ato që janë thënë, po të ngjashme me ato që janë thënë për sa i përket tensionit apo presionit apo kërcënimit. Por sipas tij, qëndrimi i Partisë Socialiste ndaj SPAK-ut për rastin Balluku nuk do ndikojë në procesin e antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian e nuk bëhet fjalë për bllokim procesit të integrimit. Dua t'i siguroj të gjithë që nuk ka asnjë frenim në rrugën tonë të pandalshme drejt antarësimit plot në Bashkimin Evropian. Nuk ka as një diskutim lidhur me vullnetin ton për të vazhduar në rrugën që ne kemi hapur në pavarësimin e drejtësisë dhe në luftën reale kundër korrupsionit. Qeveria do të ndërhyjë në tregun e karburanteve për të ruajtur stabilitetin e çmimeve. Këtë e bëri të ditur kryeministri Edi Rama, i cili nuk sqaroi se cili do të jetë mekanizmi konkret. Sa i takon anullimit të garës për Porto Romanon pas tërheqjes së kompanisë, kryeministri siguroi se porti i ri do të ndërtohet. Kryeministri Edi Rama ka lajmëruar se shteti do të ndërhyjë në tregun e naftës për të ndikuar në uljen e çmimit. Gjatë një konferencë me gazetarët, Rama u ndal tek rritja e çmimit të naftës si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme, duke shpjeguar se qeveria ka menduar të hyjë në treg për të rregulluar problemin e rritjes së çmimit, por pa dhënë shumë detaje. Ne do ta krijojmë faktorin publik, forcën e shtetit do ta fusim edhe në tregun e naftës. Dhe besoj që shumë shpejt do të japim shembullin se si edhe në tregun e naftës gjërat do të ndryshojnë. Kryeministri shpjegoi me detaje procesin për ndërtimin e portit të ri në zonën e Porto Romanos dhe 2 dështimet e garës për ndërtimin e saj. Në rastin e dytë, sipas Ramës, kompania u tërhoq nga gara thjesht për arsye financiare. Kompania ka shkruar tërheqjen e saj me argumentin e krizës dhe çmimeve, gjë që praktikisht nëse gjërat nuk kthehen në normalitet e bën shumë të vështirë. Marrin përsipër ndërtimin të atij porti me ato çmime që janë vendosur aty dhe me atë financim që është vendosur aty. Thash dhe një herë, nuk kemi fare informacionin që ka pas në një komponent tjetër
që ka ndikuar në tërheqjen e kompanisë. Edhe sot Rama foli për faktorë të brendshëm e të jashtëm të cilët nuk e duan ndërtimin e këtij porti. Unë dua ta shfrytëzoj këtë moment t'ju japi mesazh të gjithë atyre që e kanë penguar këtë portin. Dhe që fërkojnë duart se mendojnë që ja dolën. E kanë shumë gabim sepse thjesht kanë hapur një rrugë tjetër. Një rrugë tjetër që nuk mund ta bllokojnë më dhe nuk do ta ndalin dot më. Është e sigurt që të gjithë ata që kanë menduar se do ta nënshtrojnë qeverinë e Republikës së Shqipërisë, qofshin forcat brendshme, qofshin forcat jashtme, do mbeten me gishtin që do dëshirojnë ta zgjedhin vetë në gojë. Pa dhënë shumë detaje, kryeministri premtoi se porti i ri në zonën e Porto Romanos do të ndërtohet. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha raportoi për situatën në lindjen e mesme dhe rrezikun për shqiptarët që punojnë e jetojnë atje. Ai theksoi se situata është në monitorim të vazhdueshëm për t'u përgjigjur në çdo kohë çdo qytetari që kërkon të largohet. 130 qytetarë shqiptar kanë kërkuar të largohen nga vendet në lindjen e mesme për shkak të konfliktit. Për herë të parë pas emërimit, ministri i Jashtëm Ferit Hoxha raportoi në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme, ku theksoi se ambasadat kanë kontaktuar një për një çdo shqiptar që ndodhet atje. Ne kemi pasur 2962 shtetas shqiptar në rajon. Këta janë me qëndrim të përhershëm. Me qëndrim të përkohshëm kemi pasur 543 shtetas. Këta janë udhëtar. Ministri gjithashtu bëri me dije se edhe një pjesë e qytetarëve janë larguar nëpërmjet ndihmës nga shtetet e reja, ndërsa theksoi se marrëdhëniet me Iranin janë plotësisht të ndërprera dhe se Shqipëria nuk ka asnjë interes. Në situata urgjence nuk mendoj se ka shumë rëndësi se çfarë emërtimesh kemi, rëndësi ka që të kemi njerëzit e dur, në kohën e dur, me aftësitë e dura. Ju mi përgjigjur mesazheve në 3 mëngjesit, në 4 mëngjesit, në 5 mëngjesit. U kemi dhënë maksimum informacioni që kemi pasur dhe u kemi dhënë udhëzimet më të mira që kemi pasur mundësi t'u japim. Në Komisionin për Punët e Jashtme, ministri Hoxha theksoi se deri më tani situata me qytetarët shqiptar atje është nën kontroll, ndërsa përsëriti se mbeten në kontakt të vazhdueshëm në çdo rast. Parlamenti shqiptar pritet të shpallë Iranin si shtet që sponsorizon terrorizmin. Partia Socialiste depozitoi në kuvent projekt rezolutën për shpalljen e Republikës Islamike të Iranit si shtet sponsor i terrorizmit dhe shtet që përdor mjete terroriste. Në këtë dokument dënohen veprimet e qeverisë së Republikës Islamike të Iranit që mbështesin akte terrorizmi dhe aktivitete destabilizuese në rajone të ndryshme të botës. Nga ana tjetër dënohen sulmet kibernetike të Iranit kundër Shqipërisë, sulmi i vitit 2022 dhe përpjekjet e fundit për ndërhyrje në sistemet e kuvendit të Shqipërisë. Nëpërmjet kësaj projekt rezolute, kuvendi i bën thirrje qeverisë të shpallë menjëherë Gardën Revolucionare Islamike si organizatë terroriste, të shpallë gjithashtu Hezbollah si një organizatë terroriste, por edhe të Republikës Islamike të Iranit. Gjithashtu kuvendi bën apel qeverisë të forcojë masat kombëtare dhe ndërkombëtare për të luftuar terrorizmin dhe kërcënimet kibernetike. Studia ligjore Kasovic publikoi raportin e 3 për dosjen Veliaj duke pretenduar mangësi dhe shkelje në procesin ndaj tij. Avokatët vërejnë se kryebashkiaku të Tiranës janë mohuar të drejtat edhe SPAK po hakmerret ndaj tij, duke vijuar ta mbajë në paraburgim. Zyra e huaj juridike që mbron kryebashkiakun Erion Veliaj pretendon se procesi gjyqësor ndaj tij ka mangësi themelore ligjore. Në raport thuhet se SPAK i ka bllokuar Veliajt mundësinë për të pasur akses në rreth 60.000 faqe të dosjes. Argumentet e prokurorisë thonë ata janë të pabazuara për të justifikuar vazhdimin e paraburgimit të kryetarit para gjykimit. Së fundmi shkruan Kasovic, organi akuzës po e mban në burg Veliajin duke i përmendur aktivitetet lobuese. Lobimi nuk është ndër kriteret e përcaktuara për të justifikuar ndalimin e një të pandehuri. Ka vetëm një arsye pse SPAK-u e ka përdorur atë për këtë qëllim, për të ndëshkuar dhe për t'u hakmarrë ndaj kryetarit Veliaj por ushtrimin e të drejtës së tij demokratike për t'u drejtuar institucioneve me kërkesa, gjë që në fakt ka nxjerrë në pah shkelje të shumta të procesit të rregullt ligjor nga SPAK në çështjen e tij. Veliaj akuzohet për korrupsion pasiv, pastrim parash, përdorim detyre dhe mos deklarim të ardhurash në bashkëpunim.
Prokuroria pretendon se ai shfrytëzoi postin për të krijuar përfitime gruas së tij përmes një skeme korruptive. Kështu, bashkëshortja e tij Ajola Zoza kishte krijuar disa organizata jo fitimprurse duke futur në lojë persona të tretë për të përfituar fonde nga bashkia e drejtuar nga burri i saj për të përfituar vetë. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën e ish-zëvendës kryeministres dhe ish-ministres së infrastrukturës Belinda Balluku për heqjen e masës së sigurisë që e pezullon nga ushtrimi i funksioneve publike. Balluku kërkonte revokimin e masës të vendosur ndaj saj me vendimin e 19 nëntorit 2025 nga GJKK. Pas shqyrtimit të çështjes, trupi gjykues i drejtuar nga gjyqtari Arion Çela vendosi rrëzimin e kërkesës duke lënë në fuqi masën e pezullimit. Siguria ushqimore mbetet një kriter që duhet zbatuar nga Shqipëria në rrugtimin e saj europian. Përfaqësues të Unionit në Tiranë deklaruan se rritja e standardeve do të sjellë më shumë përfitime për konsumatorët. Integrimi në Bashkimin Evropian për Shqipërinë mes të tjerash kushtëzohet edhe nga garantimi i sigurisë ushqimore për konsumatorët shqiptar. Unioni kërkon më shumë standarde në këtë drejtim dhe një sistem kontrolli për produktet që konsumohen. Siguria ushqimore është një fushë që në Bashkimin Evropian i kushtohet shumë vëmendje dhe garantohet mbrojtje për konsumatorët. Nëse blen produkte kur je në BE, e di çfarë po ha dhe ka një sistem që mund të gjurmojë menjëherë dhe të bllokojë produkte që nuk respektojnë përdorimin e pesticideve apo kontaminime të tjera. Hyrja në BE do të thotë përfitime konkrete për konsumatorët shqiptar. Qeveria shqiptare garanton se po punon që konsumatorët të jenë më të sigurt, por shton se ky është një proces i shtrirë në kohë dhe nuk ndodh vetëm në datën e integrimit. Me draftin e fundit të ligjit që ne kemi dorëzuar pranë shërbimeve të komisionit, kemi bërë ose kemi tentuar të bëjmë një parafrim të plot të gjithë rregulloreve dhe direktivave të Bashkimit Evropian sa i përket mbrojtjes konsumatorit, që me aprovimin pastaj nga ana e Komisionit Evropian do të transpozohet dhe legjislacioni shqiptar, duke bërë të mundur që konsumatori shqiptar të gëzojë të njëjtën mbrojtje me konsumatorin evropian. Në këtë proces autoritetet kërkojnë edhe bashkëpunimin e qytetarëve. Ndjej të arsyeshme në këtë tryezë që të bëjë thirrje që të gjithë qytetarëve që të blejnë vetëm në shitës të autorizuar dhe gjithmonë malli i shoqëruar me faturën përkatëse, e cila dëshmon që ka padur një transakcion që kush ja ka shitur dhe kujt ja ka shitur. Për konsumatorët bëhet thirrje që të denoncojnë çdo rast abuziv, duke rritur kështu kontrollet nga autoritetet dhe duke garantuar më shumë siguri ushqimore. Nga data një shkurt, elektricistët dhe inxhinierët e punësuar pranë operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike do të përfitojnë rritje page. OSHE njoftoi në rrjetet sociale se rritja për elektricistët do të jetë në masën e 7.500 lekëve mbi pagën bazë, ndërsa inxhinierët elektrik do të përfitojnë një rritje prej 12.500 lekësh mbi pagën bazë. Në total, nga rritja e pagës përfitojnë mbi 3.000 punonjës. Në kuadër të zhvillimit profesional si dhe politikave për inkurajimin dhe vlerësimin e profileve teknike, OSHE ka vendosur të mbështesë punonjësit me formim në fushën elektrike. Ky vendim synon të vlerësojë kontributin dhe profesionalizmin e specialistëve që çdo ditë punojnë për sigurinë dhe mirë funksionimin e sistemit energjetik, njoftoi OSHE. Elbasani do të jetë nesër kryeqyteti i festimeve të ditës së verës. Aktivitetet në fakt kanë nisur dhe do të kulmojnë të shtunën. Pranvera e ka gjetur Elbasanin me atmosferën festive të përgatitjeve për ditën e verës. Në çdo rrugicë të qytetit ndihet aroma e ballkumeve, simboli i kësaj feste të dashur për elbasanësit. Qyteti përgatitet të presë mijëra vizitorë nga e gjithë Shqipëria dhe më gjerë, me një program të pasur aktivitetesh kulturore, koncerte dhe panajire me produkte tradicionale. Festimet ka nisur me parakalimin e grupeve folklorike të pothuaj nga të gjithë qytetet e Shqipërisë. Kjo paradë është mbajtur në bulevardin Aqif Pasha, një event i kthyer tashmë në traditë. Grupet popullore kanë ekspozuar jo vetëm ngjyrat e mrekullueshme të kostumeve të krahinave të tyre, por edhe vallet tradicionale të secilës zonë. Ndër eventet më të veçanta ishte panajiri i ballkumeve, i vendosur në stendat përgjatëmureve historike të Kalas. Prodhuesit e ëmbëlsirës tradicionale theksojnë autenticitetin e produktit dhe faktin se edhe sot ruhet mënyra tradicionale e përgatitjes së saj.
Për të ndjekur përgatitjet në Elbasan ishte edhe Ministri Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla, i cili tha se synohet që aktivitetet të tilla të shtrihen edhe në qytete të tjera të vendit. Ne sot kemi këtu 45 subjekte të cilat përfaqësojnë këtë panajër, janë të subjekte më të vogla, siç janë bletëritës, janë të fruta perimeve, janë agroturizmat, qarku të Elbasanit që të gjithë qytetarët që të jenë pjesë jo vetëm për të shijuar produktet që janë këtu sot, por edhe për t'i marrë në trezat e tyre në çdo shtëpi. Në kuadër të festimeve të ditës së verës, por edhe për promovimin e produkteve shqiptare në Elbasan, qelisi parin panajiri bujqësor nga toka jon në sofrën tuaj. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim.